Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Janë disa figura politikanësh të cilët i bin tamam kuvendit Kosovës. Dhe nëse në një kohë të caktuar apo për arsye të caktuara nuk janë aty, të duket që është pak bosh, pak i zbrazët. I tillë ka qenë kuvendi pa Arben Gashin, të paktën për vlerësimin tim. E kam në studio zotin Gashi, i cili është në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të 8 herë në garë, apo jo, për deputet, dhe do të flasim me të për këtë proces zgjedhor të jashtëzakonshëm, sepse këto 2 vjet e fundit gjithçka ka qenë e jashtëzakonshme, dhe do të provojmë të marrim vlerësimet e tij për të tashmen dhe për të ardhmen, por edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Arben, mirë se erdhe, faleminderit. Shumë kënaqësi sa herë që bisedoj me ty. Faleminderit shumë. Kemi pasur mas herë edhe për plasje kështu, po megjithatë janë në kuadër të asgjë personale dhe gjithçka profesionale, të demokracisë për cilën punon, angazhohesh shumë. Faleminderit shumë. Jeni sërish në listën e LDK-s. Po mu bën përshtypje një gjë. Janë numrat që i ke pas si kandidat për deputet. Dhe jo pa arsye po e përmeni, po e nisi me numra, për shkak se gjithmonë ka të pakënaqur, edhe gjithmonë ka padrejtësi. Por megjithatë, dikush vendos aty, herë në favor dikujt, herë në dëm të dikujt. 61 e ke pas herën e parë, numrin. Kur ke hy në LDK prej komunës Prishtinës si ish këshilltar i Isa Mustafës. Në fakt, unë kam qenë komunë i angazhuar si ekspert nga UNDP-ja, dhe kam qenë në ndihmës të kryetarit Mustafa, jam angazhuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në politikë në vitin 2007, në zgjedhjet lokale të vitit 2007, ju kujtohet ndoshta që në 2007 janë bërë zgjedhjet lokale dhe nacionale për një herë. Dhe LDK në atë kohë pata të humbjen e madhe, pra hera e parë që LDK humbiste mas lufte dhe që nuk fitoi kur më zgjedhje nacionale, ka qenë në vitin 2007. Unë jam angazhuar në atë moment të depresionit madh LDK, jam angazhuar pranë kandidatit të LDK-s të asaj kohe për kryetarit Prishtinës Isa Mustafa, i cili kishte përballë një kandidat të PDK-s shumë fuqishëm që kishin fituar krejt Kosovën dhe sapo ishte kthyer si i pafajshëm nga Haga, që në atë kohë ishte Fatmir Limaj. Pra ka qenë një garë shumë e ashpër, e tensionuar, e rrezikshme, por cilën e fituam dhe pastaj edhe në vit, se nëse ju kujtohet, zgjedhjet atëherë kanë qenë për 2 vjet, për shkak se të pavarësisë, jo për shkak të pavarësisë dhe ndryshimit të sistemit zgjedhor në Kosovë dhe kushtetues Kosovës, pra në vitin 2009 u mbajtën zgjedhje të tjera dhe po ashtu edhe në vitin 2009 isha ndër personat kryesorë që udhëheqa fushatën, pra të vitit 2007 dhe vitit 2009, gjitha debatet shkoja unë, nuk e dija pse vishin kandidat tjerë, nëse isha kandidat për kryetar komune, por krejt debatet shkoja unë si përfaqësues i zotit Mustafa në atë kohë dhe arritëm një sukses të jashtëzakonshëm. Domethënë e fituam Prishtinën, e mbajtëm Prishtinën dhe e fituam vitin 2009 me rreth 60%. Por ishte një rezultat spektakolar i jashtëzakonshëm. Ju keni hyrë për herë të parë keni kandiduar në zgjedhjet e cilit vit? Viti 2010, që kanë vazhduar janë përsërit pjesërisht edhe vitin 2011. Po shumë interesant, duke qenë më i afërt me Isa Mustafën. Aso kohë, se keni qenë këshilltar, e përmendet që keni përfaqësuar në debate televizive me kundërkandidat. Je identifikuar aso kohë shumë me Isa Mustafën, ndonse ke qenë i paguar nga UNDP-ja si këshilltar. Juve ju shpërblej me numrin 61. Në fakt, ka qenë interesant se zoti Mustafa ka marrë partinë me udhëheq ditën e shtunës së diel, nëse nuk gaboj,
dhe ditën e ajt pas 4 ditëve u dashur me dorëzu listat për deputet. Pra u zgjedh kryetari i LDK-s 4 ditë para se me u dorëzu listat për deputet dhe ka qenë një person i jashtëzakonshëm. Unë isha në qytet, më telefonoj, tha, hajde deri në zyrë, kam nevojë për ty. Okej, shkova. Tha, kam mendu me të shtin listë. Thash, po nuk jam i gatshëm, nuk jam përgatitur, nuk e kam mendu, nuk... Tha, kam nevojë me të pas në listë. Thash, okej, ki nevojë, në rregull. Dhe nuk e pyeta për numrin, se merr keq me vetë, ndërkohë më shkruar me nxemaj. Në telefon po më thotë, ej, do s'këshyr pak për numrin, edhe po i them, thash kështu, po më thotë me nxemaj, nxerri do flet aty. E pau, tha, okej, edhe e zbriti një 30 numra ma poshtë. Ta pas ka një mua. Po, mu bërë kesh mi thonë për vetje, veç kur i kom pa numra që në publiku dhe ka qenë kohë ku respekti ka qenë maksimal. Nuk kom ba asë një loj negociata, asë një loj kërkesa, asë një gjo. Dhe u bët. Ishte koha kur unë, në më thonë, punoj me organizata ndërkombëtare, kisha të ardhura shumë të mëdhaja dhe i lash krejt, u kandidova për të bo deputet në Kuvendin e Kosovës, se çka është interesant, unë u bona deputet, dola në top 3 më të votuar të LDK-s, dhe krejt ata 4 tjerë që ishin rreth meje u bon deputet. Por në atë kohë për herë u bonëm une, Hashim Deshishku, Hikmete Bajrami, Anton Çuni dhe Aferdita Shaqiri prej Dragashit. Po ke pas vota ma shumë se krejt këta? Po, patjetër, kam qenë ndër më të votuarit e LDK-s në atë kohë, dhe erdhën zgjedhjet tjera, unë pata numrin 16, prap nuk e kam diskutuar kurrë me kryetarin, nuk e kam thonë asgjë. Pastaj në vitin 2017 pak u tensionuan raportet për shkak të votimit kundër qeverisë dhe rezistimit që të mos e votoj zotin Thaçi për president, jo pse kisha ndonjë gjë ose mungesë respekti reciprok, sepse ekzistonte respekti reciprok edhe me zotin Thaçi dhe me Partinë Demokratike të Kosovës, por ne kishim dalë në fushat që nuk bëjmë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe ato mbetanin në një pozicion që po mbaja tu i rujt parimet premtimin juja, publik. Ndërkohë që LDK-ja mori qeverinë. Po, a nuk ishte mjaftueshme për ju fakti që LDK-ja ndonë se nuk i kishte fitu zgjedhjet, po heste qeverinë. Tash që e këqyrim mbrapa në retrospektiv, edhe bisedat që i bëja me zotin Mustafa dhe me krejt tjertë, praktikisht dhe logjikisht është mjaftueshme. Por problemi kryesor që e kishte LDK-ja në atë kohë dhe ka sot është që është shumë praktike, shumë pragmatike, po i mungon ideali. A është problemi që i mungon të zotit Mustafa në atë kohë. Sepse praktikisht a është rezultati... Qa është ideali për ty në rastin politik? Idealisht e një ekonomi e tregut lirë, idealisht e një sundimi trendit dhe të ligjit, idealisht e një qeverisit shpresës, idealisht e një qeverisit ndryshimit. Në atë kohë kërkoj ndryshimi dhe kërkoj edhe nga njerëzit në Kosovë që të mos jetë në pushtet Partia Demokratike e Kosovës. Pra, kishte një konsenzus social, cili ne duhet të ndërtonim dhe për të rrit idenë dhe besimin shtet. E vërtet, por megjithatë qeveria e Isa Mustafës edhe sot mbahet mend, vlerësohet si qeveria më e mirë që ka pas Kosova. Nuk e kontestoj ato. Nuk e kontestoj atë pjesë, por problemi është se LDK-ja humbi besimin. Dhe në rezultatin e zgjedhjeve vitit 2017, LDK-ja për herë të parë dol partia e tretë. Po. Dhe kjo është ramja e madhe që LDK-ja pastaj nuk mujti me morë vetën kur mo. E pagoj çmimin e... Pagoj një çmim që nuk u kuptu dhe mirë kuptu për qytetarëve. Qytetarët e Kosovës në atë kohë kërkonin ndryshim. Dhe ndryshimin e kërkonin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ky veprim, që edhe pse ishte shumë pragmatik, shumë i logjikshëm dhe i arsyeshëm, dhe politikisht i spjegueshëm, ideologjikisht dhe idealisht i papranueshëm. Pra njerëzit në Kosovë nuk na e pranuan, nuk na e mirë kuptuan dhe nuk na dhanë përkrahjen e duhur për veprimin që u bë. Pastaj numër 14. Po unë me thon drejtë kam qenë në top 62-shi ka qenë dëshkem për ju. Po. 14-shi, a ishte problem apo? Jo, po unë kam qenë gjithmonë në top 5-6 më të votuarit e LDK-s. Po. Edhe 14-shi ishte jashtë logjikës. Se votimi bile me njëri për njerëzve vendimmarrës të asaj kohe, që tash nuk është pjesë vendimmarrësi para 2-3 ditëve, po i them, ishin bashkë në tavolinë kur dolën numrat. Edhe filluan jo çush këtu ai ato, thash, edhe ti kur e kon ke bësh kështu. Po duhet me pranu si realitet se
janë promovu njerëz, po unë kam pas degën e madhe, i kam qitë 2 vetë, po ti degën e madhe, ajnë në Gjilan Thekedhokon edhe unë kam degën e madhe, Kympe Thekedhokon kam degën e madhe dhe normalisht njerëzit që ishin me meritokraci, me vota spostoheshin edhe krijon të një irritim. Po, unë jam mësu me këtë lloj mënyre të marrjes përgjegjësisë dhe unë kam marrë përgjegjësinë, kam besu gjithmonë të qytetarët e Kosovës. Unë njihem si njëri për njerëzve që nuk kam shumë kontakt në teren, po kam pas shumë gjithmonë për kraje qytetare. Njerëzit më kanë dashur sepse edhe kanë besuar në mua që ata që unë kam përfaqësuar, kam deklaruar dhe kam mbajt dhe mirë mbajt. Dhe kjo për mua ka qenë nëse dikush është LDK i vërtet, jeni ju. Faleminderit. Këto edhe ky vlerësim ekziston. Kjo është diçka që më bën krenar, me thënë drejtën. Sepse sot ka një diskutim shumë të madh se kush është LDK, kush nuk është LDK. Po për mos me hy shumë në për numra, ju jeni bërë deputet edhe kur LDK-ja ra në 13%. Po, e vërtet. Po nuk u bët deputet herën e fundit. Ishte moment i vështirë, me thënë drejtën, ajo periudhë, është në rrëzimi i qeverisë, ju e dini situatën e tensionuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me administratën e parë Trumpit, dhe unë i kisha gjithmonë ato hezitimet e mia, isha kryetar grupi, mora përsipër mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Barën kryesore, figura kryesore, njeriu që e mor krejt mallkimin në Kosovë, edhe pse nuk isha unë njeriu që e kam marrë vendimin, dhe nuk isha unë njeriu që kam qenë në kontakt me Grenell apo tjerë, s'kam pas kur kontakt me Grenell, s'kam taku kur, nuk kam pas asnjë lloj raporti me ta, por ajo është një politikë ndërkombëtare, është një politikë amerikane që ka qenë një kohë shumë e rrezikshme dhe mendoj. Në CV-n tuaj besoj se është dashur me qenë si njëra prej vendimeve tua më të mira në karrierën tonë me rrezu dikë si Albin Kurti. Natyrisht se në vota kjo ndikoi keq, për kohën nuk ka qenë e pranueshme, perceptimi publik se ishte pandemia, por problemi ishte rreziku jashtëzakonisht i madh. Unë kam pas hezitimet e mia, më thonë deri, kam pas dyshimet a bën e mirë apo në keq. E disha se partia ka komunikuar me mesazh para rrëzimit të qeverisë. Edhe gjatë procesit, po. Kam pas pa ta thonë Arben, po mdoket po ngutni, po. Edhe e dyta, pa ta thonë pse s'po dilni krejt për qeverie, le, se keni mu dëmtu. Ka qenë opcion. Pa të thonë që me ditë që pragu nuk e kalojmë, ky duhet murxu se rreziku është shumë i madh. Nëse do delim do të konsiderohet, nëse ne ishim të bindur që çania në qeveri e Zotit Kurti është rrezik ekzistencial për Kosovën. Dalja për qeverisë dhe lënia e tij në qeveri vetën do të ishte dezertim të interesave të Kosovës. Ky ka qenë argumenti që unë e kam përdorur dhe kam marrë përsipër procesin. Kam pas dyshimet e mia, po dyshimet më kanë hequr në 2 momente. Nëse më lejoni në 1 minutë me shpjegua ato 2 momente të ndjeshme, cilat në shpejt të kthyer televizorin, momenti i parë ka qenë trazirat në Capitol Hill kur u bë konfirmimi i presidentit Biden. Gjithë ajo energji që ishim mbledh, e kishin bindë që në Kosovë duhet një rezultat ndërkombëtar, duhet Trumpit për me fitu zgjedhjet, dhe krejt energji u konë fokusuar me tëna. Edhe momenti i dytë ka qenë tërheqja e ushtrisë amerikane nga Afganistani. Ju kujtohet njerëzit ku hipshin përmbi aeroplana, kapshin për rreth aeroplanit sepse u tërhoqi ushtria amerikane. Ato dyja kanë mujt me ndodhë në Kosovë. Dhe jeni i bindur ende. I bindur tash sa më shumë që ka kalu koha, tash nuk ka emocion politik më, nuk ka momentum politika e çështje, por jam i bindur se ai ka qenë momentum i cili e ka shpëtuar Kosovën. Sepse ashtu u krijua situata. LDK-ja pagoi një çmim, çmimi ishte ky, dhe vetëvendosja mori një shpërblim. Po. Ndonë se fitoi 51% së bashku me Zonin Osmani. E cila doli dhe bu pjesa asaj ekipe. Tani më thuj mu, kur ju e keni marrë gjithë këtë rrezik, fillimisht për karrierën e juaj, pastaj edhe u konfirmua edhe për partinë. Zoni Osmani shkoi me ata, ndonë se e dinte që ose sot po thotë që e din, sa atëherë nuk thotë që e din. Tani kjo po flet për rrezikun e madh që paraqet Zoti Kurti. Do me thonë, ajo po ta konfirmon një gjë të tillë. I kam 2 gjëra që megjithse
për mua është pak dy gjëra që nuk duhet me i diskutu me ty para se me hite ajo. Se mendoj që po e bëjmë një debat, diskutim gjithëpërfshirës. Elementi i parë që unë kam pas një lloj zhgënjimi me partinë ka qenë zgjedhjet pasuese, ku unë kam pas numrin 14. Nuk është numri 14, por është trajtimi i kryetarit grupit parlamentar mbas 4 vitesh opozitë. Ke fjalën në zgjedhjet e vitit të shkurtit vitit kaluar. Shkurtit vitit kaluar. Si kryetar grupi për herë të parë në historinë e Lidhjes Demokratike. Kryetari ishte Lumir Abdiqi. Sikurse edhe sot Lumir Abdiqi. Për herë të parë kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që çdo parti politike në Kosovë vendoset me numër 14. Në fakt unë kisha bërë 4 vite opozitën. Këta nuk veshin në sallë, as Lumira, as të tjerë, është problem krejt debatin u dashkëm me mbajt vetën. Dhe problemin kryesor kisha se u kriju një mostron prej meje për shkak se unë u dashkëm me mbajt pjesën më të keqe me tentu me ndalu ato që po i ndodh të Kosovës si mentaliteti i qeverisjes kapjes gjithë shkafit. Dhe kur vjen në fund dhe vendoset numri 14 ishin dy probleme. E para, unë kisha bo opozit 4 vjet, kisha qu 13 ligje në gjykatë shëtuesi cilat i kishin fitu, cilat e dëmtonin sistemin dhe interesin e Kosovës, kisha bo debate Komisionit Timor Parlamentar, Komisionit Timor për Energjinë, të gjitha kam buru nga unë të zyra ime, grupi parlamentar kuptohet, dhe në fund del numër 14 që për mendimin tim ishte strategjikisht gabim, jo për shkak të emin, për shkak të kryetarit grupit parlamentarit i cili e ka bo këtë punë dhe ti thu vizualisht thu që kryetari i grupit e ka bërë punën gabim. Ti po distancohesh prej tij përderisa distancohesh me numër. Dhe distancohesh dhe kjo është problem sepse pastaj njerëzit nuk e mirë kuptuan këtë punë. Dhe ndodhen këto probleme. Sa i përket çështjes dytë që unë kam dashur me diskutuar me ty në një format të tillë, është se unë gjithmonë kam qenë jam mundu në politik me afru kohën, se ti jem politik me afru kohën, me shkurtu kohën kur ndodhin ngjarjet. Pra, nëse ty të kujtohet e besoj që të kujtohet fort mirë, kam qenë i pari që kam folë kundër Shikut. Dhe i vetmi. Dhe njëri që raportonte. Po, i kom bo krejt betejat kundër Shikut. Kur u bon këta tjetë me bo betejat kundër Shikut, atëherë mo nuk ishte rrezik fizik për atë ekzistencë. Kam qenë i pari dhe i vetmi që kam thonë që duhet ndryshim Kosovë dhe edhe bashkëpunim me vetëvendosjen. Këta ishin kundër, sepse ishin në koalicion me PDK-n. Kur erdhi koha me bë bashkëpunim me vetëvendosjen, këta që e bën me PDK-n bashkëpunimin, thoshin mu je kundër PDK-s. Kur e bën me bashkëpunim me vetëvendosjen, thoshin mu jem pro PDK-s. Pra, ti gjithmonë me dikë tjetër. Në syt atyne. Po, ideja ime ka qenë gjithmonë se në anë politikë me mision. Me mision me shkurtu kohën kur shoqënia mbrin një pjekuri caktuar. Pra, për fat të keq neve po na merr shumë kohë. Po vijnë pozicionet që unë i kam pas. Ose që unë i kam mendu si ideale dhe pozicione politike. Po vijnë pas 3-4 viteve. Po ti konfirmojnë se ata që të kanë luftuar të kanë kundërshtu. Po, dhe po e kapitalizojnë politikisht që okej, në rregull është. Problemi është se Kosova po up kohë. Po duhet shumë kohë me kuptu që ka përfundu një kohë. Ka përfundu, unë kam qenë i bindur që në 2010-2011 LDK ka fitu zgjedhjet, e dini atë vjedhjen industriale, dhe duhet me u bë një tranzicion politik në Kosovë, PDK duhet me dalë në opozitë. Nuk ndodhi 2014 u mor me zor najtin pushtet, zoti Thaçi bashkë me LDK-n hyrën në pushtet, qeverisja ke mirë zotit Mustafa, po perceptimi publik ke keq. Dhe çka ndodhi? U dyfishu vetëvendosja. Pra, pastaj që i bie se dhe ju ja keni ndihmu dyfishimet të vetëvendosjes me qasjen kundër qeverisë koalicionit me... Sepse ka qenë dëshmëria qytetare. Dëshmëria edhe gjykata speciale është themelu për shkak të asaj qeverie. Mos i shkon ajo qeverit, mos i shkon zoti Thaçi, pjesë e qeverisë, nuk i shbo gjykata speciale. Tentimi i tij me çdo kusht me nejt në qeveri dhe në qeverisë në Kosovë, e ka pru gjykatën speciale. Ju kujtohet, në 2013 ish Zavan si departamentit, se erdhe dhe tha, është koha që komandantet me dalë në pozitë, mu largu pi pushtetit.
nuk e pranon dhe hyni ky cikël negativ. Pra, specialja është, gjykata speciale është derivat i politikës? Po. Edhe i dëshirës teprume të Partisë Demokratike dhe Zoti Thaçi me nejtë pushtet. Pra, drejtësia po përdoret për ta largu, është përdor, për ta largu, po flasim për drejtësi tranzicionale, është përdor dhe përdoret në të gjitha vendet postkonfliktuale. po kjo së drejtësi. Është tranzicion. Edhe drejtësia nuk është term absolut. Sidomos drejtësia tranzicionale, se bën paqen dhe pajtimin, bën faljen, bën amnistin, dhe bën reintegrimin. Nuk është në drejtësi në term absolut, sepse edhe lufta, kur këshyret prej distancës sot, nuk mundet më gjyku me terma të kushteve që jeton fëmijët tu e të mitë sot. Ata duhet me gjyku në termat e kushteve që kemi jetu na 98, 99, 97, 96, 95, ose të prind tanë që kanë jetu vitet 50, 60, 70, 80. Pra, nuk mundet me u gjyku prej kushteve të sotme diçka që ka ndodhur më të kohë. Dhe ky ka qenë problemi që e ka pas Zoti Thaçi. Problemi tjetër që ka ndodhur, unë kam qenë për ndryshime edhe në LDK. Që është në vitin 2014. Jo pse Zoti Mustafa nuk është i mirë, ka qenë më i miri. Por është një kohë që përfundon. Koha politike është mbyll. Ai ka vazhduar me qenë... Ka pas afat skadencë në politikë. Si për gjithë. Koha politike është mbyll, ka vazhduar me qenë kryetari i partisë deri në 2021, i respektuar, por jo fitues. Se pastaj në 2017 e citi Avdollotin kandidat për kryeministër, në 2019 Jos Osmanin, në 2021 prap Abdullah Hotin, dhe nuk krijoi sinergjia. Ne duhet të edukohemi dhe ta kuptojmë se në moment vjen një fund. Dhe ati fundit duhet të nështrojmë gjithë. Kur dhe që tjetaj. Dhe ky fund e solli Lumir Abdixhikun kryetar. Përveç Lumir Abdixhikut e solli 51% Albin Kurtin. Po. Dhe solli mentalitetin e politikë bombjes. Këto është problemi. Këtë hyrje dhe elaborim që po mundona me bash për me e spjegu pse jemi në këtë situatë ku jemi. Pse jemi në situatën ku nuk komunikojmë dhe ku nuk bashkëpunojmë. Qysh mundemi me mrinë në 2026-ën, e mes me komuniku me zveti, kur ka komunikuj Beremegova në 99-ën me Partinë Demokratike, sa po themelu me Hashim Thaçin më të gjithë. Pse mrimë në këtë pikë, në kohën kur vritesh e njerëz të LDK-s? Ku është madhështia politike këtu? Ku është ideja? Sepse, për me mrinë 51% Zoti Kurti është dashur me ndosh shoqërinë në dy pjesë. Dhe kjo ndamje ata dhe na, të mirë dhe të këqit. Po tash duke qenë 6 vjet në pushtet mos ka të mirë dhe të këqij, ata e na. Sepse tash mas 6 vite në pushtet motet me rezultate. Kur po flisni për komunikim normal brenda aspektit politik në përgjithësi, a ka komunikim normal brenda LDK-s? Ka ra pak komunikimi, po unë kam luftu gjithmonë për idenë, kam luftu për mënyrën që unë e shoh politikën. Unë nuk jam politik për me bom kompromis me vlerat, me besimet, me idenë, me idealet. Bëj kompromis për çështje praktike, është normale. Është normale bëj kompromis, po nëse unë mendoj jemi bindur në një çështje që duhet me rezultat qeveri, unë e rrezoj. Sepse besoj që është më mira për Kosovën, edhe pse është më e keqja për mua. Ka qenë më e keqja për mua. Më ka largu për çdo mundësie për me pas një përfitim politik në kuptimin e karrierës, me konkretari i partisë, për shembull. S'ka mujtë në me kandidatin në kryetari i partisë. As me kandidu. Se mos pari nuk më kanë lënë në grupi tjetër për cilë thesha që duhet me kryer një tranzicion. Të kanë luftu? Po, s'më kanë lënë as delegat. As Sokoja Agim Veliut lufton. Po. Sepse unë mendoj nuk duhet Besian Mustafa. Po. Nuk duhet më largu Agim Veliu për politikës në mënyrë të dhunshme. Por duhet me u spostu si figurë qendrore. Sepse u krijohet momentumi negativ. Është normale. Por erdhëm këto faza ku kjo ndamje po vazhdon mu kultivu. Ç'është do me ndërtu? Kur ndërtu Kushtetuta e Kosovës, e ka një logjik pse është ndërtu ashtu. E ka një logjik pse është ndërtu dhe është vendos. Unë kam qenë edhe në atë kohë pjesë e grupeve punuese si përfaqësues i shoqërisë civile kur është hartu Kushtetuta e Kosovës. Kam qenë antar i komisionit për ndryshimin e Kushtetutës kur shpall pavarësia e Kosovës. Pra ndryshimet
pas shpalljes pavarësisë Kosovës, pavarësisë mbikëqyrër, përfundimi i pavarësisë mbikëqyrër, reformat kushtetuese e tjera. Cila është ideja? Ideja është që me palët kur vje puna te presidenti, me qenë se qeveria i takon partisë ose grupit që i bën 61 deputet. Kryetari i Kuvendit i takon kujdo që deli pari, qeveria e kujdo që i bën 61 deputet, presidentin duhet ulen palët, sepse është 2/3 e gjithë deputetëve. Pra është vendosa i numër aq lartë, në mënyrë që palët që dojnë me kalu, do të mbi njëri tjetrin me ndërtu sinergji për me kalu dikush. Pra me u kriju konsenzus. Me kriju uniteti. Dhe ideja që unë nuk flas me kërkon dhe nuk du me folë kërkon, është e gabume. Nuk sjell gjën politik. Nuk ka progres për kësa ideje. Na mund i bë 50 palë zgjedhje. Kush është ti po ishe këtu 8 herë kom kandidu. Po 3 herë kemi kandidu për një vit. Po. Apo kupton? Po. 3 herë janë për një vit. Ku po shkojmë? A përshë ku po shkojmë? Kush nuk komunikon tash? Nuk komunikon politikisht kur kush më kërkon. Sipas meje. Nëse ish presidentja del dhe tregon tash në sobza fragmente ngjarje nga bashkëqeverisja, janë të rënditse. Cila pjesë për shembull? Po pjesa që thashë e bash dikun dje që me disa orë ka nejt edhe bisedu Vučićit Kurti, kupton, nëse është e vërtetë, është e tmerrshme. Tha ka incizime. Është e tmerrshme nëse është e vërtetë. Por ku po shkojmë? Ndërkohë që diçka tjetër ligjërohet publikisht. Unë nuk jam as kundër që me kon ato bisedime, të jem qartë. Veç duhet me pas transparencë. Edhe nëse janë sekrete, le njoftohen njerëzit kyç, presidenti, kryeministri, kryetari i Kuvendit, ndoshta 2-3 lider kryesorë partive politike që ky proces po ndodh kështu. Këtë në rregull është sepse e ka funksion, detyrë funksionale. Ky nuk ka raportuar në Kuvend kur për dialog. S'ka kallzu kur gjë, kjo problemi. Sa janë kthy më herët delegacionet nga ka njoftuar me letër. Me letër edhe kanë raportuar. Nëse i ka thirr, ka pas raste kur i ka thirr për shembull Washington, ose Isa Mustafa nuk i kanë shku, ja ka thënë me letër njoftimin. Se çka po ndodh. Përveç asaj në Kuvend, pjesën më detajzuar, me elemente më ndihme, se ju e dini se disa gjëra nuk thuhen në Kuvend. Natyrisht. As me letër, ose i ka thënë emisar, person caktuar me tregu. Bile ka raste ku disa bojnë edhe portallje, se njëri prej personave që është marrë me atë punë ka thonë, më tha, citoj tak. I thash, citoj tak. Ka kallëzuar saktësisht çysh është të mundumja kriju përshtypjen e saktë se çka është bisedu. Kështu funksionon shteti. Që tash duket se nuk po funksionon. Nuk ka, të paktën në një orë intime, edhe si kryetari i grupit parlamentar për gati 6 vjet, nuk ka diçka tillë, s'ka pas asnjëherë. Edhe pse unë për shembull, në njërin prej debateve në fushatën e kaluar, në dhjetor, unë thash me bindje dhe përsëris edhe sot. Edhe pse shumë njerëz nuk e kanë kuptuar dhe mirë kuptuar dhe nuk e kanë shpërblim me votë. Unë thash se gjendja faktike në veri është më mirë se sa ka qenë. Po. Gjendja juridike është më keq. Po. Dhe njerëzit u qunë pëmbron Albin, po çaj njëjti që rrezova Albinin kur pëmbroj. Jom çaj njëjti që i bona opozit 4 vjet, kur po e mbroj. Jom çaj njëjti që ja çova 13 ligjën gjykatë shkrutuesi i Arzova, kur po e mbroj. Po fakti është fakt. Po fakti është fakt, po mos është politika të na dhe vlerësimi për politikanë vetëm perceptim? Sepse të krijohet një perceptim negativ, një perceptim pozitiv, një perceptim negativ. Po, dhe duke i parë edhe votat si lëvizje. Si lëvizje lidhet më shumë me perceptimin se sa me realitetin. E vërtetë, këto gjëra ndodhin. Këto lloj perceptimesh në fundit kur janë fushatje për me kriju një perceptim edhe me marr votat. Pastaj i shtym përpara besimit të idealit, po s'mundesh me bë kompromis me këtë kaq madh. Për shembull, kjo nuk muj me thonë nuk ka çashtu, nuk muj. S'muj me thonë nuk ka progres në veri në aspektin faktik, nuk demonstrojnë grupet kriminale në veri. Po në aspektin juridik është aty marrëveshja e Brukselit edhe marrëveshja e Orit që është më e keqe se sa marrëveshja e zotit Mustafa, zotit Thaçit së bashku. Autonomi. Po aty janë ato. Këto janë probleme madhore. Por në njëjtën kohë kur e bëjmë një analizë duhet me bë sakt, përndryshe po të kushtojnë. Po le të kushtojnë, se unë nuk jam në politik për m'ja bëu shefin dikujt. Unë jam politik për me ndërtu një perspektivë e cila bazohet mbi të vërtetën. Dhe mbi gjitha,
jam politik për çdo që thash më herët, me shkurtu kohën e tranzicionit, me shkurtu kohën kur arrihet një objektiv, me shkurtu kohën kur na e mrrim në bashkëpunim, kur na e mrrim në qëllim përbashkët. Ajo është elementi kryesor, se dikur ka më bë, rrugë ka më bë, çështja është sa po shkurtojmë kohën, rruga përpej dikur ka më bë, po janë 7 vjet, 10 vjet, kur është aprovu kredia në 2017 është aprovu kredia. Rruga përpej ka nis para 12 vjetëve mushtru. Që pjesa Dolce Zahaq. Pjesa Dolce Zahaq para 10 vjet është aprovu kredia. Sa ka fillu, se vjet? Besoj kryet në... Nuk e di kur kryet, po çka kem bona nëse... 2030, çka kem bona nëse nuk kem rrim me shkurtu kohën? Kemi humb kohë. Kemi humb parë, çmimet të mashtrajt dhe miliarda euro të shpenzuara në naftë, pritje dhe mira njerëz që lëshojnë Kosovën. E vërtet. Kjo është lista, zoti Gashi. Po. Keni numrin 28. Ka pas zhurmë për renditje, edhe kësaj. Po. Dhe kjo bëhet shumë në LDK, është një farë trendi këtu. Gjithmonë del dikush me thonë, edhe me folë edhe publikisht, jo si ne janë ku publikisht për numër. Kur? Pas kësaj here. Nuk kemi... Megjithëse në shkurt jam ndi i tralltuar për partisë, që më ka qitë 14. E keni shprehë edhe në ato takimet Po, sepse kam qenë kryetar grupi, e kam bë luftën 6 vjet dhe hera parë në historitë e LDK-s del numër 14 është trallti për mua. Për njerëz me të cilët kam punuar. Tash ai nik nos? Nuk më bën përshtypje tash. Nuk të bë përshtypje. Ajo ka qenë më e rënda. Ajo ka qenë sepse kam qenë kryt betejës. Por në momentin kur jeti në kryt betejës për 6 vjet. Unë nuk kam dashur me qenë kryetar grupi kur është bë Lumir Abdigjiku kryetar partie. I kam thonë që nuk du. S'po shpalosi detaje pse dhe qysh, ti e din, se kemi bisedu privatisht. Dhe kanë insistu krejt kryetarët e degëve të mëdha, kryetarët e komunave, kolegët e mi, për shkak se grupi parlamentar ishte pothuajse krejt ministrat, dhe unë si nuk isha ministër. Përveç Arvan Abrashit, krejt ministrat ishin dhe raporti me kryetarin e ri të partisë nuk ishin mirë i grupit dhe i vetmi person që më i kemi mbajt grupin unik dhe që e mbajt isha unë. Po kjo pastaj mu, kur hyna sistem, unë nuk muj mos me ndërtu parime. Kur erë puna me u ripropozu deputet, unë ripropozova Agim Veliun. Nuk ka asnjë kriter që e lën jashtë Agim Veliun. Dhe atyne që janë ndërtu me tani provun me fut në listë. Për që atyne që janë koponi, isha problemi se unë isha një vjet e gjysë përpara, pra duke kërku një vjet e gjysë, 2 vite përpara me u afru gjonat, po ka kosto personale, por nuk ka lidhje, sepse unë po mundona me bë më të mirën për vendin. 2 vjet tash mrin në atë pikë që ky refuzon. Po tash refuzon. Ky është problemi. Pse po vim këtë pikë? Pse po vim kur po e shohim që po shkojmë te diçka keqe? Pse po lejojmë me shku? Çfarë është kjo listë për ju, zoti Gashi? Me thonë drejtë, unë sot kesh më pej, edhe keni të bim. I Lidhjes Demokratike të Kosovës, mu dok diçka shqetësuese që po e thon publikisht, ndoshta nuk ma keq kuptojnë njerëzit me cilët. Ka me kriju irritim mënyra që shuhulshin njerëzit. Ishin komplet këta që kanë ardhur që kishin zaptu në farformë, ish dorëzu partia të ata. Nuk është mirë. Sepse krijon irritim të një shihet ajo, vrehet, ndihet. Edhe të renditja dhe të kuptoj marrëveshjet, i kuptoj kthimet, rikthimet, i kuptoj kompromiset. Beson te pendimi, sigurisht. Patjetër si akt moral dhe hyjnor. Po është akt moral dhe hyjnor tani. Po ç'është po prezantohet është një projekt politik. Projekt politik. Në rregull. Ajo ka bashku LDK-ja, Vjosa Osmanit, a Vjosa Osmani LDK-s? Tash është pyetje për cilën flasim as zgjedhjeve, tash është pak delikate më bëj pyetje. Okej. Po në përgjithësi në terren. Po ne diçka do të më thonë. Në terren. Për herë të parë më duhet më kërku publikisht që kushdo që voton LDK-n, dhe i ftoj gjithë qytetarët e Kosovës që më votu LDK-n. Ata që dalin me votu LDK-n e kanë permision, jo me votu me zgjedh. Çaj bie kjo, unë shpëroj.
listën 190 vet, le ta zgjedhin këndo që ata menojnë, që i përfaqëson idetë e tyre për shtetin, idetë e tyre për shoqërinë, idetë e tyre për ekonominë, idetë e tyre për politikën e jashtme, idetë e tyre për Kosovën dhe idetë e tyre për lidhjen demokratike të Kosovës. Ata le të zgjedhin. Nuk po i them as ato, as këtë tjetrin, por le të zgjedhin. Jo me votu pse ka këshi. Një elektorat të tillë sa me bani përgjellje të tillë zoti Gashi? Unë të paktën e kërkoj dhe besoj që e ka LDK-ja. Besoj shumë. Besoj shumë edhe në elektoratin përgjithësi në Kosovë. Besoj që është shumë i edukum, shumë i emancipum. Vepron dhe shkon, rikrijon. Unë këtë periudhë, nuk kam qenë deputet për 4 muaj, domethënë 3-4 muaj sa u bën. Po shumë e shkurt. I kam pa gjëra të ndryshe. Mrin me u distancu dhe me dal për një pozicionit të një qytetari. Ka shumë gjëra që i kam bërë dhe vetë se nuk i bëj më. Për shembull kur po i shoh me video, me kamera, me video mesazhe, po do shumë falc. Po me zëdhëte, po jap rezultate. Nuk po e transmeton të vërtetën. Nuk është shkput me qytetarin. Ky është problemi i politikës Kosovë. Është shkput me qytetarin dhe është lidh me një diçka virtuale. Nuk funksionon, por sta njerëzit nuk po e ndijnë më shtetin e Kosovës. Dhe mbi gjitha nuk po e ndijnë perspektivën në shtetin e Kosovës dhe po ikun. Neve na duhet me ndërtu ndjeshmërinë e lidhjes me shtetin, me vendin, me perspektivën dhe me jap shpresën për këtë vend. Cili do të jetë rezultati i listës e kandidatëve të LDK-s? Po besoj që do të jetë lista e LDK-s. Po, është një listë e mirë. Është një listë që ka njerëz të jashtëzakonshëm dhe është një listë që mundet më doksi me kon tripolare, por në fundit janë ata zgjedhësit e LDK-s që kanë me vendosë. Zgjedhësit, jo votuesit, zgjedhësit. Ata kanë me zgjedhë. Dhe kjo është momenti që ata nëse vendosin me zgjedhë, cila do të jetë zgjedhja atyne, për me do të jetë absolutisht respektueme. Edhe nëse zgjedhja atyne do të jetë që unë të mos jem kuvend, unë nuk do të jem kur politik. Pra, kjo është, po japni një zëtim, tash. Nëse qytetarët e Kosovës, votuesit e LDK-s, vendosin që unë të mos jem kuvend, unë nuk do të jem më politik. Po kjo e ka një kuptim tjetër, po e kuptoj pse po e thoni një zë të tillë. Për shkak të saj përbamje që e ka. Jo vetëm për përbamjen. Unë mendoj që është momenti i kthesës. I kthesës për vendin. Për politikën në Kosovë. Ballmo. Pa një sigur që kemi mrinë atë pikë sa ky popull e bën kthesë. Unë jam i sigurt që më duhet me kërku para kohën, me shkurtu kohën. Ta thash që në fillim, kam qenë gjithmonë kështu. Brana për brana. Kërkoj me shkurtu kohën kur shoqënia kosovare, kur shteti jam nuk ju kanë dëgju se ndëgjon partia, ndëgjon populli, se ndëgjon as populli, atëherë unë nuk jam për këtë punë më. Zoti Gashi, pyetja e fundit për këtë emision. Sigurisht se kemi me pas rast edhe mundësi me diskutu. Nëse ju do të ishit vetëm votues, dhe shkoni para kutisë së votimit, si zgjedhës. Edhe një gjë do shta me nda me ty, para se me mbrij aty. Në këtë fazë kam pas edhe një diçka interesante që më ka bërë përshtypje për disa persona që ndjell dhe vetvendosje. Më kanë kontaktu persona që kanë funksion që më respektojnë dhe respektoj dhe më bani përshtypje mënyra që më qasën. Mos na keq kupto, veç për respektit, mendojmë që ti duhet me konë ku vend. Mendojmë që i duhesh vendit, nëse ka probleme LDK na jemi të hapur për me punu me ty. Pra, të kam bëftes ftesë me shku në vetëvendosje. Po, edhe i thash falënderes për mu, sepse nuk isha vendosa du me rikandidu, në atë kohë ishte opcioni i parë që të mos rikandiduam. Thash, opcioni i parë është mos rikandidimi, nëse rikandidohem aty ku unë besoj ideologjikisht dhe politikisht. Por gjithsesi ndihem shumë i respektuar dhe ju falenderoj. Pra, po thoni për herë të parë që keni pas ftesë nga vetëvendosja. Komunikim, nuk është ftesë, sepse tingëllon shumë, tingëllon si pazar, tingëllon respekt. Unë e konsideroj si respekt. Respekt. Unë e konsideroj si respekt dhe i falenderoj. Më thonë është mënyra të pash tash, a i kanë menduar ato fjala, a qysh i kanë bosh çështje tjetër. Por nëse dikush drejtohet vebi, unë vlerësoj se ti je një figurë që i duhesh vendit dhe kuvendit, dhe mendojmë që duhet me konë aty,
Nëse të pamundsohet në ndonjë formë, jam i gatshëm me ndihmu, me pasë që është mundë me dhënë të me vazhdu me dhënë kontributit. Mendoj që është një shenjë respektit për cilën, edhe pse kemi pas gjitha ato që i falem, edhe pse ja kom pësu qeverin, edhe pse ja kom bë opozit 6 vjet, edhe pse ja kom bashkë, se kom bë vetëm, normalisht, me kolegë, me grupin parlamentar dhe me krejtë opozit. Ka kom pas, kam qenë koordinatori që asaj pune. Në fund, me mrejnë një konkluzion tillë, mendoj që është ai respekti, cilën unë e vlerësoj. A kishte dëshme me qenë krejt politika kështu, edhe politikanë me respektuan këtë fillova me e thonë, për shkak se kom ndoshta kjo kohë që jam kom pak jashtë, po e ndi se njerëzit po e dojnë që to. Po dojnë komunikim. Edhe duhet me fillu me avon njerëzve që to. Kush janë dhesha jote preferuar këtu? Ja, mos më sfidon këtë formë. Po sigurisht. Sepse i kam krejt kolegë, po normalisht i kam 10, nështë 7, 8, 20, 30, por mendoj se ka figura të jashtëzakonshme dhe i ftoj kushdo që e voton LDK-n. Dhe i ftoj krejt qytetarët e Kosovës me e votu LDK-n. Po kushdo që e voton LDK-n me zgjedh në listën për 1 deri në 110. Me zgjedh. Jo me votu që shi pash që votojshin kur për herë të parë kom pa tash po i numërojnë kështu online që votojshin një pjesë 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 veç thjesht me mbush është LDK mbush në rregull krejt ai njësoj. Kjo është momenti kur duhet me zgjedh. Dhe cilla do të jetë zgjedhja e tyre, do të jetë edhe nëse do të jetë votim jo zgjedhje, prapë do ta respektoj. Meq Arbengashi ka numrin 22 në listën e LDK-s. 28, falni. LDK-ja ende nuk ka numër, se nuk është hedhë shorti. Nëse vendosi me votu LDK-n, ka me votu Arbengashin. Dhe vota ime për të ka me qenë gjithmonë se e një shumë mati. Dhe në sytë e mi, si gazetar, edhe si kritik, kogja i ashpër i politikës, partive politike, politikanëve në përgjithësi, Arbengashi ka gjitha tikat pozitiv të unë. Mirupafshim. Faleminderit.